Profesor, për 2 minuta, çu konsideron marrëveshjen e Ohrit? A është kushtetuese apo antikushtetuese? Unë sa komujt me vrej, dhe me thonë, është e bazuar në 2013. Marrëveshja e Ohrit nuk është marrëveshje, është zëtim për zbatimin e marrëveshjes. Sa ty në marrëveshje dhe sa ty në pika. Aja nuk ka nevojë në nënshkru. Edhe marrëveshja tjetër është e parimeve, 2015. Marrëveshja e Ohrit. Po. Nuk mund me lëviz prej marrëveshjes 2013, nëse konstituohet e keni mik jashtëzakonshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet me rujt, mas me qenë buk për mys. Duhet me pas shumë kujdes. Marrëdhëniet bilaterale duhet i kemi gjitha shtetet e Evropës. Me këta duhet me pas marrëdhënie të ngrohta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ta mbrojnë, na kemi pas probleme edhe vjet, ndërhyrjen e forcave të armatosura serbe, nuk i kanë lënë amerikanët. A hub legitimiteti këtyre zgjedhjeve kur presidenti ata që ka qenë në jashtëm edhe favorizues ndaj një subjekti të caktuar politik? Po shiko, të zgjedhjet. Presidenti a deklaroi vet. Dëgjoj. Na nuk po shpifim, nga praktika, unë s'e di, domethënë se si marr kështu një detaje me zgjedhje. Po, pi referon na deklaratës së presidentit. Partitë politike duhet me vendosë. Sytë e ballit, edhe ja këndon, edhe datën e zgjedhjeve 28 dhjetor, edhe këta pra mund s'po propozojnë për presidente. Po mirë, atëherë aja duhet tash ku ta kryen duhet me pyet veten a ka qenë meritore si presidente. Mos rastisht gabim. Nuk duhet me ngajt me marë detyrën, se është sot përgjithësi, sot në Kosovë, kush bëhet kryeministër është përgjithësi, nuk është privilegj. Duhet ta kesh parasysh, e keni Kosovë në tranzicion, e keni Kosovë e cila e ka një armik të përbetuar, e cila për çdo moment shikon me tra me armë, me hi me ushtri. A ke parasysh me të zhduk, e keni mik të jashtëzakonshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet me rujt, mas me qenë buk për mys. Duhet me pas shumë kujdes. Marrëdhëniet bilaterale duhet i kemi gjitha shtetet e Evropës, me këta duhet me pas marrëdhënie të ngrohta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ta mbrojnë, na kemi pas probleme edhe vjet, ndërhyrjen e forcave të armatosura serbe, nuk i kanë lënë amerikanët. Ta jap edhe një detaj, vitin e kaluar, do të thonë që ato agresioni që ishte televizive tjera janë mbledh disa shtetet e Evropës që kanë diskutuar tërheqjen e njohjeve. A kupton, sepse Serbia thotë folë tërheqja mbrojtja kur nuk është e sigurt që po them, po do të thonë ka mundësi që ka ndodhur kjo. Edhe ka qenë do të thonë Serbia vjet ka pas me ndërhyrje ushtarakisht. Vjet ka pas 2025 na ka qenë. Profesor, na duhet me pas shumë, duhet me qenë shumë vigjilant për. Profesor, i kemi dikon edhe 4 minuta. Pyetja ose tema më kryesore, më e rëndësishme, është ajo Zajednicu. Ne vazhdojmë me syten e Zajednicë për kundrejt zotit Kurti, i cili ka ndryshuar. Para 2 dite zoti Kurti arriti në marrëveshje me BE-n për njohjen e dokumentave të cilat shtohen pi strukturave paralele. Njohja dhe pranimi i këtyre dokumentave nga struktura paralele, është atak ndaj sovranitetit. Fidan, shiko, këtë çështën e Zajednicës e kemi diskutuar, jo të tipon përgjithësi kështu. Ajo është një marrëveshje 2013-s. Po. Edhe marrëveshja tjetër është e parimeve, 2015. Marrëveshja e Ohrit. Po. Nuk mund me lëviz prej marrëveshjes 2013 nëse konstituohet, sepse faktori ndërkombëtar ka dhënë hapësirë si shtet ti me kriju statutin si një akt në ligjor. Se kemi bë. Se kemi bë. Që ky statut prap ta ka dhënë plot edhe një privilegje iki. Me dërguar në gjykatë kushtetuese. Se kena dërguar. Po. Statutin ti e krijon për veti. Kena pranë një marrëveshje, profesor, kena marrëveshje në rregullimisht të Ohrit. Statuti është ai akt final i cili mbas kjo marrëveshje duhet të zbatohet. Statuti është akt në ligjor. Por ti si qeveri nuk mundesh me e kriju, me miratu, me hartu një statut i cili është në kundër interesave nacionale tua. Profesor, për 2 minuta, çu konsideron marrëveshjen e Ohrit? A është kushtetuese apo antikushtetuese? Unë sa komujt me vrej, do të thonë, është e bazuar në 2013. Marrëveshja e Ohrit nuk është marrëveshje, është zëtim për zbatimin e marrëveshjes. Sa ty në marrëveshje dhe sa ty në pika. Aja nuk ka nevojë në nënshkru. Por, këta lider tonë politike, institucional, e kam një rekomandim për ta. Nëse e konsiderojnë se me pranu asociacionin është tradhtar i kombit e tjere... Marrëveshja e Ohrit, është na kështu me veru. Mësë si 2013, konsiderojnë edhe autonomi. Ashtu paravarësisht, nuk është si ja. Ndëgjëm, nëse e konsiderojnë që është rrezikshme, edhe nuk do me marë barën e tradhtarit ta quaj kështu, ne të kërkon për faktorin ndërkombëtar me dërgu në parlament. Edhe parlamenti, faktorin ndërkombëtar, edhe Evropa, edhe Amerika ka me leju
Mos ta merr barrën vetë. Nëse frikohet që është po del tratati. Po frikohen me zgjedh një president të burr, po ta bjen kuvend, ai çdo sen po një përfaqësues KCS-s drejtohen gjykatës kushtetuese. E ke përfaqësues të popullit janë 100 shqiptarë deputet që përfaqësojnë Po nuk trebojnë profesor, nuk e kanë bërë prej 2013-s. Le të dërgon në parlament. Përveç zotit Ramush Haradinaj, i cili ka deklaruar çfarë ditë që të bëna one presidente shenjë gjykatë kushtetuese, kur kush tjetër se ka deklaruar. Ramush Haradinaj është burr shteti. Ramush Haradinaj është institucionalist. A kupton? Po krejt tjerë kanë bishnu, profesor. Po nuk ka Ramush Haradinaj. A mundet mi fund krejt? A mundet mi ik dikush implementimit marrëveshjes? Mundet me ik implementimit marrëveshjes nëse nuk e implementon Serbia. Serbia, dhe me thonë, ka njohjen reciproke. Po jo, është largu pi marrëveshjes thorit, në zotim është largu njohja reciproke, profesor. Ka njohjen reciproke, kjo është problemi. Ka, profesor,